Të përshëndes shumë, përshëndesim edhe Arditin nëse është na po pa hiri nëse dikun po na shep. Se jo, më mund të më qenë këtu. Kur nuk mundesh me ditë kush po të sheh, kush po dëgjon. Po, ose kush ka me të pa, kush ka me dëgju se në YouTube e keni kretë emisionin mundeni me pa dhe ju që doni me pa, përndryshe e keni aty secilin emision te Glam Radio 86. E kërkoni ja bëni subscribe ose me ndjek në shtatun e fare kuqe, po me na ndjek, që pse art kena emisione ju vjen informacioni me bo subscribe, që thaj unë tha bëni subscribe, tha se subscribe, djeg na pas një të ftuar simpatike ka fundi emisionit për me bo thirrje. Pa keni ato të YouTube-it, atim për mas, atim tash, jo, as pja bëjnë subscribe. Okej. Interesant do kjo punë. E mos harroni me pristinaticket.net me e rezervu fluturimin e radhës qoftë në Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi dhe Luksemburg. Pra nëse cilin prej këtyre shteteve keni disa qytete, disa destinacione, disa herë në javë, disa herë në ditë, kështu që për krejt këto do të me hyjë në pristinaticket.net edhe me i pa destinacionet. Ka dhe shumë oferta të reja që po vinë vazhdimisht nga Prishtina Ticket, kështu që i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Instagram dhe në TikTok, po gjithashtu keni edhe numrat e telefonit nëse doni me kontaktu direkt me agjentët, edhe me marrë më shumë informacione lidhur me çdo destinacion. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Fiona. Përshëndetje, kush na telefonon? Më harrot edhe gjyshe. Gjyshe aje, jo s'harroj jo. Gjyshe aje, nga Peja. Qyshje? Së për me juve. Mjen mirë. Çka bën gjyshe aje për qef tregona? Për qef bëj, për lesë qefit të ndëgja juve. Faleminderit, e vlerësojmë. Tjetër diçka? Edhe tjetër e kam e djela shqiptare, Ardit Xhebrejn që edhe ti ja. Ajo është ilaç për gjyshet. Po, me arsimi nuk është Ardit Xhebrejn, është pak më poshtë. Qysh po menon? Ani gjyshe. Faleminderit shumë. Ma poshtë, po na vjen. Gjyshe ma poshtë se ajo është gjyshe. Unë i kam 20 vjet gati ma pak saj. Mo për gjyshe mos bëk si sa në lez gjyshe sa më nove. Ja u nova gjyshe. Asë më këtu ma shumë, Po më ndoshti ma shumë s'kishe dhënë na poshtë aty, më mos baj gore gjyshe. Edhe një, na nuk ka dole bu. Hajde shkojmë çfarë është këtu? Dale besonim 70 vjetë të vogël për mua. Po jena të vegjël, po. Po. Edhe një Gjesti Kingu, okej. Faleminderit gjyshe, përshëndes, kalofsh mirë. U kryq do stan gjyshe, e tha çfarë do të thonë. Natën e mirë. Tum kalofsh mirë, po. Moje pulsin gjyshe se po, nejse. Alo, përshëndetje. Okej, pas ka shku telefonata, po vazhdojmë po presim telefonata tjera, po dojna me ditë çka bëni për qef. Çka bëni kështu për pikë qefit, që thoni që tash s'po duam ja aplish shefin vetit, po duam e bëj çto. I patun fillim dom prej hobive që njerëzit i bojnë për qef, dhe që është shumë interesant me i bisedu këto sene. Përndryshe për juve që jeni komunikacion këto momente mos harroni me na tregu se edhe ku janë pjesë të ngarkuara. Gjithashtu për juve që për shef ose pa shef po doni me ndru kondicionerin në shtëpinë tënde ose po doni me vnu për herë të parë mos harroni me zgjedh kondicionerin Bruno për arsye se i ka 5 vite garancion. E gjeni kudo, është shumë efikas në ngrohje ftoje. Largon ato alergjentët pa pastërtitë e ajrit, kështu që ku shkoni me ble kondicioner edhe për shef, për pikë qefit nëse e bleni Bruno. Edhe kur t'ju veti kush pse Bruno i thoni për shef. Alo, pas ka shku edhe kjo. Okej, deri sot vjen telefonata tjetër, unë po du me u drejtu pak te komunikacioni për me i po ato pjesë që në këto momente mundën me qenë të ngarkuar, apo na ka arrit një foto na tregon çështja për Tekrethi i Çaglavicës për momentin është pjesë e ngarkuar me kolon gjatë fion që nga kjo pjesë, për ata që po vinë drejtim të Prishtinës nga Çaglavica ose magjistralja Feriza e Prishtinë, saktësisht e ngarkuar është edhe pjesa poshtë Vetërnikut deri tek rrethi Duplex, e ngarkuar është edhe rrethi me flamur rrethi i spitalit deri tek rrethi rrugës B. Këto janë edhe informata të radhës që i kemi pranuar sa i përket komunikacionit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Përshëndet doja ju të nuk. Ku je më doj? E dita unë vish po ta shef me thon ti të përshëndet doja. Ku je doj? Kom që doj, kom tani. E përshëndes doj. Kom i kum bo atje. Kum kallzu edhe fionës që e kena boni doj. E kena një doj tash atje në Skandinavi. Jo tha unë kum boni doj. Pani det doja jam, doja jo. Të bashkë sim kon. Hajse, po thosh doja jon. Po nëse është doja jam është edhe jote. Mi kasa tu kasa. Po. Okej. Po, dy. Mi daja tu daja. Po doj. Urna. Hajde tregoj nipit çka bën ti për shef? Çka bën ti për nipin? Unë për nipin bëj kreti bëj, po për qef kështu bëj gjella. Ue. Do tu i gjella. Do më thonë hinë kuzhim, për qef i thu kretve nalë nëse kam një farë qefi me bo një gjellë. Cilën gjellë e bon kështu për qef që e bon jo?
Vallaj, për qef ti djallës, po disha me thonë veç të na gjella ti bëj me qef. Okej. Cila është ai specialiteti i dajës, që thonë krejt? Çto se prita. Bona, çto prita se- gjithçka veç çto se prita. Për qef mu e me inë kuzhinë marrë një gjellë. Specialiteti e bëj me to mishën e bardh, e një sosja bëj me speca, këpurdha e përzi. Fantazi. Çka të qëllon, thuj që aty, ja gjuj edhe bot atë sësa, e qashtu bon këtë sanet e mira. Është e zbuluar. Po, doj, unë me gjithë shef po të përshëndes ty. Faleminderit edhe unë pe përshëndes nipat e mi, nja 13 i kam. 13 jo dhe 2 të kam bo, këtu 15 i kitash, më sabet. Ka dole doj. Përshëndetje juve, Arsen. Tung doj, kalon shmirë. Faleminderit. Që për shef të vionës ishim shku deri tek Ventoro Motors për me marrë një Vespa të kush. Po nejse qëtu se kena qefin e njët. Kjo po do në të kush në ebe kompanjë tjetër. Nejse po, për juve që dënit me i kolonës me ble një Vespa në rekullushme me €1.80 në ditë, shkoni te Ventoro Motors tek Automita. Edhe atje mundni me i pa shumë modele të motorëve, edhe ata që dojnë shpejtësi, adrenalinë, krejt këtu i kanë, po i keni edhe Vespa të mrekullueshme tek Ventoro Motors. Alo, përshëndetje. Okej, pas ka ik. E pyeta ChatGPT-n çka bojnë njerëz për qef, edhe më dha një listë cëndeve çka duhet me bos, jo çka bojnë. A e pe çka e kum pyetën e ChatGPT-n. Po më kemë ditë se çka bojnë njerëz, po me gatuçi nga njëna prej tyne, që tha edhe doja. Është një pasion që njerëz shumë e qetësojnë veten, relaksohen, motivohen edhe shumë benefite tjera kanë prej gatimit. A ke gatutin e herë kështu për relaksim? Që ka thonë ChatGPT-a, thash, çu ka më duk Prishtina në 2050, dje? Kjo domethënë ka qenë foto e ChatGPT që kështu Kore kum po mbi kalim, nën kalim, gjithçka kish bo, thash, lumaj që e pret, lumaj që ka hymër me prit këtë farë. Nuk ka më ndodh. Qysh s'ka më ndodh? Qa bashkë ashtu jo. ChatGPT-a pe din. Po le ta din, po unë nuk besoj. Plus kjo është Prishtina për jetimeve 2.0, tha. Tash okej. Tash nëse jena këtu bashkë me po. Kem tu këshyr domethën kam me këshyr tash me blena e sen për çato, po thu që jo, ha. Zbot kur po thu çashtu, ha. Jo. Sti unë kam menimin që kam u bë mos. Nuk kam qef me qenë preme kështu në kësi deklarata, po nuk besoj që Prishtina na. Derisa e kemi këtë mendsi, derisa e kena këtë mentalitet, çashtu s'ka. Edhe adin atë nitro shpresë që e kita kpu, tap. Ti bjen kështu. Ja këpuz vetës. Po zotë ka më bo. Unë po vazhdoj, po shpresoj edhe po shpresoj fort që ka më bo. Nejse. Njëna prej aty në seneve që po të ndërprej në listë që e rekomandon ChatGPT është edhe me ngu muzikë. Edhe muzika mas mirë t'ingot kur jetu po gjiro natën vetur veç vet, me kujdes të shtuar, duke vozit nga dal, duke shiju muzikën, sidomos kur je në një Toyota. Ndryshe, domethënë e përjeton komplet vozitjen apo xhirot e natës. Kështu që edhe ju nëse po mendoni me pas një vetur të mirë që e relaksoni veten me muzikë, edhe relaksoni veten për 10 vjet në fakt, jo vetëm me muzikë, po edhe në çdo formë tjetër. Toyota e gjeni në Prishtinë, e keni në magjistralen Prishtinë-Ferizaj, ku i keni modelet më të reja të Toyotës. Po flas kur them më të reja, i keni më të reja të vitit 2025. Edhe kur them të gjitha modelet, them të gjitha modelet nga 10 vjet garancion kanë secila, plus si mi tha që kanë 3 vite asistencë rrugore. Kështu që shkoni, testoni edhe ratoni jo veç ju, por edhe komplet familja juaj. Apo folje shpejt, ha? Ka një herë, pse? Kush ka? Se hysi ma ka shrua pagush me fjalla, thash po me taksimetre, komune. Na jena si avokat. Po e kom sa ma shumë që foli, qash pa shumë çdo minutë e kena me pagesë. Po shkojna dej në Albi Mall, po është për shpejt, se njeri për qef, do më thonë për pikë qefit, shumë shpesh, po shkon te Albi Mall, për me bo shopping. Pa një qefit mi ashtu mi pasë doran e botë perfekt atje, edhe mundri me shku dhe vish për pikë qefit, vish me usil bre, vish me ja bo një gjiro tek Albi Mall.
E por kthehemi në Glam Radio dhe në KTV, po vazhdojmë, po presim telefonatat e juaja. Fillimisht edhe një du mi rikujtu juve që dëni me i marrë derivatet më të mira, po e dini te Petrol Kompani. Po edhe më të lirat nëse dëni me ditë se ku janë në zonën industriale këtu nga Projnjelme që del në Arbri. E keni euro dizelin 1.19, benzinën 1.19 dhe në Arbri 1.19 euro dizelin 1.19 benzinën. Petrol Kompani në Facebook, Instagram, rrjetet sociale për juve që dëni me u bë dhe pjesë e komunitetit në Viber, po edhe nëse doni me u bë pjesë e lojës shpërblyese, se e kanë bëni lojë shpërblyese. Çe fion telefonata e radhës. Hajde po e presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Një gjyshe jam. Cila gjyshe tash? Prej nga kjo gjyshja? A si bovë se Suedia që ti fionës? Jo, nuk thash Suedia. Gjyshe? Tregom çka bën ti për qef. A kina i hobi? Kam hobi me punue fundëre, mishat nuseve. O? Gjithë shka maraj. A i bon veç për qef? A i bon veç për qef, a dhe paguash ka njarë për këtë punë? Jo, bëj edhe pa pore, edhe me pore. Edhe kështu, edhe ashtu. Sa e keni këmish me pare, gjyshe? Nuseve. Për fionën. Tashi që e kam një, e kam 600 njerë. E qa ka ajo këmish e gjyshe? Nusja që vjen me to e vejtë. Se qa ka ajo e Valdrinit 600? Jo, veç po ves, s'ka gjyshes? Po dio i fionën, po kam qef me dit 600 euro. Qysh bëhet ajo këmisha? Tregom, qysh punohet që e ka këtë A kina i foto me na dërguaj gjyshe? Me gjithpon ke. Po, me çfarë materiali? Me material kristal, e ndjerë pejt, e kaler, e i kipi. Me një fije. A kina i foto me na dërgu? Ani dërgona një foto nëse mundesh, edhe pse ju e publikojnë ashtu, edhe bojnë thirrje për gjyshe. Po i dikojnë aty, gjyshe. Ta promovojnë pak punën gjyshe, a bën? As je interesume për reklam? Unë zdi me ta fotografi. Po i dikojnë gjyshe që aty qeki. Kërkoj ndihmën e mikut, po. Ani, që ta që ta kërkoj. Ha, gjyshe. Ajt lumshin dur gjyshe, faleminderit. Bash po du me pas, që ka bo gjyshe, ka dal me zhilpon. Se ato që ka po mendojone që po thot gjyshja, ato do me thonë këmish me punucime me fijet kristalta, do me thonë është një punë që merr shumë kohë, shumë mund, shumë durim. Edhe normal që e ka atë çmim. Unë vish po kam qef me pobre. Ani gjyshe, nëse mund është tu i dikujt me na dërgu një foto dhe ja hekim kërreshtjen cimit. Po me di çfarë fotele tenzës ka kjo, se du të me pas durim aty, apo? Koncentrem me sana, ka në fotele tenzës. Një kanë për meritoj ka të enzës, po, që më pështetet, krahë, po. Unë ja kësha bodhe një asi fotele kështu që vës më knash. Ne se enza omë qak lavis gjyshe. Ta më në shet një qasik mishe edhe u kry kjo farpune. Alo? Alo? O, përshëndetje. Na fije, si je? Mirë, si jeni ju, si kaloni? Mirë, faleminderit, juve si jeni, si kaloni? Mirë. Çka bën për qef ti? Valla unë për qef, punoj, atë punë me bo me korektësi. Çka punon? Çka bën me korektësi? Se na po dojna me ditë çka bën për qef. Me korektësi, unë punoj pas me varna të bimbe. Me poj për qef, tamponin e flokëve, kremin e fytyrës. Çka je të thon? Rakin për gjandrën tiroide. Çka je të thon? Krejt çdo i bëna? Eu na fije, eu. Apo shiten hiç? Apo shiten hiç? Po, fal zotit po. Okej, faleminderit shumë, përshëndesim, kalofsh mirë. Përshëndes shumë, Arsim Besyt Jona. Faleminderit na fiet, përshëndesim edhe na shumë. Reagoj nona im, kështu që s'pedin çak mish, oj non, pedi po thash t'ja marrë modelin, mos u lashti. Tash t'ja marrë modelin tek kshy çka ka bëu, çre kjo më një herë. Hajde se pedi edhe çka. Po, ka dalë tek kshyum çka ka bëu, ta hapi, marrë modelin, mos u got non. Ej, me një herë agoja të kështë s'pedin çka është. Hajde edhe pak minuta kena përpara, po presim përgjigje se çka bëni për qef. IPCO ka sjell internetin më të mirë në krejt Kosovën tash e sa dekada, kështu që e kemi në çdo shtëpi, por edhe kur ju thoni jashtë vendit mos harroni me pas internetin më të mirë me vete, internetin e IPCO-s me ofertat më të mira. Alo, përshëndetje. Se s'na priti po mdokot. Kurdo që kanë radh. Alo. Kush telefonon? Nizonja nga Podujeva. Si, Nizonja nga Podujeva. Mirë, ju? Mirë, faleminderit shumë. Tregom çka bën për qef ti? Për qef e kam kuzhinën. Kuzhinën? Gatimin? Gatimin e mësinë e abxeta i kam qef. Cili është specialiteti jot? Tortet, trileqet, baklavat,
Ama një që thojnë kjo zonja X personi në fjalë e bën këto mas mirë ti. Baklavën. Po. A bën edhe a ke edhe si biznes apo e bën thjesht për qef, për familje? E kam zirë biznes. A e ke edhe biznes? Sa po shitet një baklav tash? Varë tash me kulec, është 25 euro, 30 kulec, 50 kulec, e ke 35 euro, tash të mbarë, me kulec. Do thonë varet prej sasis. Po, prej sasis. A u shtrejtu, a i kini zvoglu kulec kështu, a i kini rrit tepsin, se... E ka rrit çmimin. Veç çmimin e kanë rrit, sa ta tash të ves. Kulec janë njëjtë. Njëjtë, a? A je detyru për një me i shtrejtu çmimin e baklavave ose mbëlsirave tjera që i shet? Po ju rritar atë. Po normal. Po ju krejt i rrit. I çmimet. Okej, faleminderit. Të përshëndesim suksese. Më thon me 50 euro në Fiona ngjim baklava, po. Ju përshëndes gjithashtu. Faleminderit shumë. Po thash mos po thot po mi thon ku pe den sa one. Është një far këngë në edhe për trileçin që kesh aty fjolla. Është një prej mbështirave që duket përgatitet lehtë, po shumë e shishme edhe shumë e mirë. Shumë e shishme. E lehtë, edhe kështu e lehtë, nëse çata karamel më pak më ashiti shkon mi. O shkon, a? Po s'ko ka e lirë kjo heq? Jo e lirë heq. Se ka rashmi mi vezëve. Në rrasë se kur i në do ditë, mirë që s'ka speca. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Shkoj përshëndetja. Ku me të më redë se ma ka dërgu foton oj Fion, po mënona me marë foton. Jo, po mënona me marë foton për me po. Për me, na luajti. Jo brem të dash me marë foton e kësajna, e këmishës, po mënona mi nëzirë, po s'po lajnë. Hajtë se kina më mënu mi po. Derisa të provante, unë ju të regoj për ju rikujtoj krejtë gjusë vetan edhe shqykus vetan, që në gjdo market Kosovës i kanë pudingët e mrekullueshëm nga Zot, linja Zot, që ka përveç pudingëve keni edhe do pije të mrekullueshme me shije paka shumë të ngjashme, vanilë, çokoladë, karamel. Po çka është më e rëndësishme amu përmend është që janë pa laktozë, pa gluten, pa sheqer të shtuar, edhe ka 27 gram protein. Kjo sidomos është për ata që ndjekin një regjim me sa më pak karbohidrate ose ata që ushtrojnë ka nevojë për ekstra proteina gjatë ditës, e kështu me radhë ju e dini se cili për veti qefin e juaj, po për qef merrni pudingët nga Zot. Po munona veç tash dhe i sot i qes që tu ka dal edhe po edhe pishet që tash t'ishe krejt edhe ti heq më stanin edhe pishet dikur që po munot me thira din kështu edhe me na bloku lidhjen nuk mundosh me bo se ta blokoj jo në me një here kështu që mësu mundo me bo ato qef jon që do më thonë njona jo ka tole me që fara alo pret se o ka pret kjo telefonata që ta është e morën po do më thonë që e pjesa e këmishës që i vnohet ti kishe pedin ti ma bësh e pedjes pedesho në pedesha ma misë e kum pos një kojshike po zojën Zymrije që e përshëndes në sot të nga dëgjum këtu momente që i ka bo këtu punë edhe përsa ta pedijune vise veqa kështu kësha qef pak edhe kjo është një tjetër do më thonë që do pjesë 600 euro Fion. Ndarë, do më thonë, këtu e vish jaka dhe këtu të dur. Ato fjet e kristalit, më siguri jenë arin, a i sana? S'pe di ato Fion, nuk pe di që ka qitë këtu, po do më thonë që tu janë. Alo, përshëndetje Viber. Shumë bukra, shumë dur gjyshe. Alo? Po, përshëndetje dhe për ju. Hajde jo se në nëzune ullë, si e? Mirë të po jo, a e mirë. Mirë faleminderit, çka bën Joza për shef? Se kështu. Për shef unë dal ka një herë marr shpesh kritika, po dal për pik shefit. Qysh del për pik shefit? Se kërkosh se përmeni dej tash. Pa dal në herë kanë të proma të thot shullës. Bravo Joz. Munona mu po ma i ri se jom. E kur po del, qysh pithu nusës, a pithu nusës po dal për shef a për zor? Për na i pun. Pa për shefi dhe po dal. Qërë, arsim shefi edhe zori e kanë gati njëjtin vend. Okej, po e vërtet është. Qysh është zor? Qysh është zor, po do të njeri me zor me dal për shef. E kështë si ka njëherë shpesh marrë kritika, po unë e kom qef ata pesëm unë kënë në atë kohën e përpashme. Po më vjen shumë mirë që e bën, po më vjen shumë mirë që e bën, do më thonë edhe del për shef me pini kafe, çapo di unë, qysh del ti se di çfarë shefi ki ti kur del, po me rëndësi do më thonë si aprish shefin vetit, o Jos. Qashtë. Qefi po të mojke. Muzikën e modha se është edhe mbrëmja absolut aty shumica njerëzve flejnë. Reshk.
pëlqen kur shumë njerëz flajnë e di se jam pak më i lirë. Kështu dhe ju përshëndesi. Edhe na ty të përshëndesim dhe të falenderojna që na ke thirrur jos. Edhe përshëndesi. Tung, faleminderit shumë. Fjalin e fundit diçkas. Jo, po muzika, po s'ka lidhje, po u të ke mos janë të eni. Mos pja prish shefin ai kush se pat për diçka tjetër. Veç u të ke tha mos po mnin ata në shpellë apo mprishët shefi, kështu që në rregull jena. Faleminderit shumë. Jos. Kesh të dosh me ju thon krejt juve që doni për çef me aboni dhurati diku na për çef, domethën pak kufar obligime. Shkoni te Rubini, ne keni në qendër të Prishtinës, e keni në Albi Mod dhe në Ferizaj për juve që doni me bo një dhuratë mrekullueshme për pikë qefit. Që edhe Viber. Alo Viber. Gjyshe jam e këtë. Gjyshe po e mo? Hajde gjyshe, shumë të bukra ken. Faleminderit që na i dërgove. Ajo që ke kështu, që ke me ngjyra, po, e dyta. Ajo është për dallame. Kjo e para? Me vesh me jelek. Me pancer që e thamë. Gjyshe për 500 atë zgodorë. Ajo me dallon e për kohë çmimin 400. 400. Ajo tjetra 500. A 600 njëm të këtë. 600 e zbritin 100 euro. E keni ofertë nëse e bleni brenda emisionit të dyat për 800 javë vllojna. Faleminderit edhe te juve shumë. Faleminderit. A u bo? Nëse i bën dallamet 1000 gratis. Jo, nëse i bën, domethënë te dyat to për dallame dhe ato për jelek. Po, 800 te dyat. Ja kum 200 euro më shumë. A po të pëlqen oferta gjyshe? Po qysh ti pëlqen te e 5 gjyshe me ndaj tha më një herë me shku mbaj pak më knosh. E më ndaj gjyshja më një herë më ndaj këtë varpunë. A e kena telefonatën ajo? Qëse gjyshja vicojla, po për ndryshe, po që apet u bloku kjo. Mundri me thirë nëse s'mundri me marrë lidhje në Viber, mundri me thirë në 049978978 numër, pa thirë në Viber, se keni ma lidhë për me orë të telefonata. Si kjo për shambull? Alo, përshëndetje. Ju përshëndet nga zemra shumë të mirë. Faleminderit shumë. Kush na përshëndet? Faleminderit, Miradia. Miradi, faleminderit ty për fjalët e mira. Për nga pra telefonon? Jo, o gëzoshe, jeni shumë të mrekullueshëm, nak. Faleminderit. Dispo ta shumë ju përshëndet. Faleminderit shumë. Nuk pas ka përgjigje, veç bëdojnë me na përshëndet. Pse ta kanë lënë emrin Miradi ty? Pa që di, Allah. Si ka vetë? Ton kalon shmirë, po thuj si më kanë mi televizor, në me malon mi televizor. Miradi. Ton kalon shmirë, Miradi. Paramena me... Okej, e përshëndesin zonjën Miradia. I mo shumë je. Shumë i mo shumë. Qka i ka thonë? Po nëse... Qka i ka thonë patatja pires, kërë e fotojës rrugës, të në qëse. Ama e mirë, të më vonësar, të kujtën shtën me kish. Se këto të mosh me tjetë mira e poshtë, një foto, dikush ma ka dërgu një foto ma herët, që më duk shumë interesant që Amili mi ka dërgu disa prej gazetave që jenë shty për para, edhe që i ka rujtë, edhe qka po bëj ka kjo për qef, do me thonë pimer ka pi shtetej, ka edhe i koleksionus, për ty mendoj, bravo bre, bravo Qamil. Është që smujna me thonë se e kështu më shumë, se shkove ti. Alo, përshëndetje. Krejtë e thonë. Përshëndetje shumë. Po qysh jo, mare? E thojnë dhe jo vetëm. Përshëndetje shoqe. Kush na ka telefonu? Përshëndetje Fiona Ganja nga Prishtina. Me Fiona, më falë se po kiqe. Përshëndetje Arsem. Përshëndetje. Themi pak pauzë po bën. Pije pak ujë rrugove, relaksohu, shkretën në nivel. Merr një frym çetson pak. Ai jena dhës pak si shumë gane sipas teja. Jo, mirë. Qet. Hajde gane çka bën ti për çaf? Si jeni, si kaloni? Mirë, faleminderit shumë. Që po punojmë sot për qaf, për pikën e qefit. Mirë shumë. Ti çka bën për qaf? Boj plin mesazh super. Edhe sa shpesh e bën, masi e bën për qaf, nështë ta e bën pak si shpesh, a? Jo dhe shumë shpesh, normal kështu. Okej. Faleminderit gane, të përshëndesim. Ju përshëndes, kaloni një pasditë të këndshme. Faleminderit shumë, të përqafojmë. Ta flijet, ha? Flin, saq edhe ato bilem. A e bën me rana, pëse se... Oj, gone! Fleta. Ha, këtu ka. A e bën me rana flin? Normal. A e ki lugën e madhe atë vogël? Po, po, që ta bujnë rafë. Luga nuk është e madhe. E vogël, okej. Paska rana të mirë. mirë. Speciale. Paska të mirë, paska po, okej. Faleminderit të Ne tash të kuaj drekës, dikush në dietë, legane mos. Vish mja bo dikuj na për mane asi kosit rrugovës që të nga, edhe po, janë e sumihenëm kësaj varpune. Alo? Okej, alo?
Alo. Alo. Okej. Mos a bëni se I marrim kanë herë 2 telefonata, nëse ju bjen pak me prit në telefon, mos mendoni që ju kena harru, po veç qysh vjen randi, kështu që se po shoh që do kanë herë të harrojnë. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Sara nga Suedia. Sara, si kalon? Mirë, faleminderit ju. Si është Suedia, është mirë? Apo mundet më mojt? Mirë. Sara ko. Çka bën për shef Sara? Për shef I bëj shumë befasi motrës. Çka je të thon? Do të thon për shef ti bën befasia? Po, motra jeton në Angli, ka në Kosovë, ka shumë ardhë në pek Suedis mi bo befasi të. Do të thon keni që ju ardhë motra në Kosovë, ti tap mja bo befasi, I kemi pa aeroplanit të dhe ardhë. Po. Çka është diçka një befasi më të madhe që e ke bo kështu për shef? Përveç si që sajna. Ta s'kes është e vogël. Valla veç me taku me motrat. Okej, do më thonë motrave ju bën që si befasi e veç kur t'ju del të dera. Befasi... Edhe prindve. Edhe prindve, okej, për prind haloma mirë, po. Faleminderit që na ke thirr, kaloni mirë. Edhe jo. Të fala krejtve, ciao tum. Ta që tuajnë kështu ndama, dikush dikon, për këta mjafton, këta kem me qenë. Mjafton, e para me nova do më thonë me tardë naj kusht, naj shoqe që e kena jashtë naj familjar, edhe me hypa aeroplanit lapish mus me të lajmëru, vish me tardë e dera, me ta bo vishirva, me ta bo befasimet, po, e mirë është. Edhe në kësha pas qef me qena ju befasia që I shkojt I kujt. Personazhi kryesor. Rena hem shpitane. Rena hem shpitane e qik, vish mi shku, dikuj na mi shku. Jo, be se larka, la, I let mundë në aeroplani. Largë është Amerika nga Kosova. Alo. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Valant Sarhosi. O, përshëndetje I nderuar. Si jeni, si po kaloni? Se të bona një pyetje serioze dhe përgjigja jo të ke, Do të mendoj, po jo, po kur e po se gonja po futvis me ty, thash cilët futjen e marsimin. Bravo bre Valion, bravo bre Valion. Jo, Valion. Ke vendimit cimet. Je I fundit, po folim me të dytë bashkë se je telefonuesi I fundit për ditën e sotme. Mas pare e pe Prishtinën e përjetimeve 2.0. Ja, se po. Shumë keq. Dus me in Facebook të Facebook të cimi edhe e shë. Çka ka thonë që LGBT-ja që shka muvo Prishtina? Pas na po. Jo, thash nuk kam do në sen. Jo. A mundet mja qëllu? A zë mbja qëllu në këta, jo. Po thash mës mbja qëllu në joj, se që apo diju në njerës që ka nismi besu ati shumë. Po, valla, e vërtet, ja nismi besu, po në që zi sen, edhe në këtë bëj me Prishtinë edhe me sen e kështë të Kosovës, është mirë me shërtu realitetin. Na ta trollovim edhe inteligencën artificiale, do me thonë. E menesha sa ju ka dorë se bajagi mot ju tash kopër me gjeneru si foto, se thash qysh me gjeneru vaj qatë LGBT-ja të thonë që kam ishtu këti vene, qysh me rahatu këtë ven. Nejse, hajde të regom që ka bon për qef. Për qef, valoj vesh ri. Adhe ne kanë ata italianë në fjollet dolce far niente. Bravo, Bej që tash janë nëse ne bëja ato, I në kuzhin, dale atje, shkoj atje, kërkush për qef të mos nejt. Ja, shme nejt, Allah me imi shumë sigurizë. Plus të famna, si në përreshta, kështu që sot ditë pushimi, do me dhënë kote është ditë pushimi. Për që ta e bënë më dhe temën? Po, nese. Po, Allah, në sekundita se o pushim, kërë quva e mura vesh, pushim. Kurren zakonisht, Valion. Dhe me najt, du të me ditë ku me najt për qef. Valoj, online. Rën online, do më thonë ti për qef rën online. Online. Për qef, Allah, qef me që aji në gomaru një varafem robotin me të u qef. Okej, që po thot afrime? Valoj, shtirë ka mu bu për dë, a për dë që I grohin qëtash, ka mu bu shumë mirë. Për të kanë ka mu bu shtirë? Për ata që nuk e përqafujnë zhvillimin teknologjik të cilin njëna duke përjetu çdo ditë, pra përdorimin e inteligencës artificiale në punë, në shpe, në shkollë, në edukim, edhe kitë sa në tjera. Okej, hajtë se s'ki nevoj me na tutë ma shumë. Do të përqafu sa? Ka shumë njerës që frigojnë, bashkë do të me boni të temë që farë punën e inteligencës artificiale edhe me të pas në ashtë në studio me full pak ma shumë. Se ka shumë për njerëzve që une I dëgjaj, nuk e thash rasisht ato. Une që afrim robozi une dëgjoj shumë prej tyne që thojnë po na frigon kjo puna e teknologjisë. Nuk I kuptoj pse e thojnë që ato. Po ka njëre kom aty mes rreshtash që njerëz do më thonë nashta që nuk din me e përdor mirë frigohen se çka ka me ardhur prej tarmës. Jo, është frigohen njerëz që din me përdor për të keq.
edhe në histori mësohet kjo që refuzimi kundër teknologjisë, refuzimi ndaj teknologjisë është gjithmonë prezent aty, po në këtë rast teknologjia po zhvillohet shumë më shpejt se thosë që mund nga me refuzu, kështu që duhet s'ka më na pyet me një fat fjalë. Po. Çai ki do thonë thella ti. Pe bojna javën tjetër një temë edhe po të lirim studio. Pe kshyrim kur e keni ditë më të lirë për me qenë studio. Po. Në pushimin nashëm. Ja, mos shkosh as larg, se na skena pushim as të jasna. Qysh më kena 1 maj, 9 maj, 9 maj. Po kanë më do, po është në 21, me 21 është një edhe që të mujme në 21 kish nisë. Unë kisha pushim edhe ditën e zbulimit të inteligjencës artificiale, kisha lënë ditë pushimi. Po edhe të radios. Ditën e radios pushim. Faleminderit. Po. Zë në ekran. Të përshëndesim, përqafim shumë. Përshëndesim shumë, faleminderit kalemi mirë. Edhe këtë na përgjigje. Me përqaf këto të vynë atin kështu dur pak ma gjëm, po s'ka lidhje të kënaq. Faleminderit. Hajde. Hajde tung Valion, të përshëndesim. Faleminderit secilit prej juve për pjesëmarrjen, për përgjigjet e mira që japni gjithmonë. Në pjesën e dytë për juve që doni me lexuar ata që kanë shkruar. Deri nesër mos harroni me jap shumë dashni. Unë du me falenderu shumë edhe Jeta Bahollin që kujdeset gjithmonë për dukjen time që m'jep energji pozitive, m'jep pozitivitet përmes rregullimit të flokëve. Kështu që gjeni në qendër të qytetit, përndryshe vazhdoni me qëndru me Glam Radio se jemi edhe për një orë bashkë, që ju tregojmë edhe çdo ditë tjetër. Kështu që nëse doni me dëgju informacione më shumë, muzikë më të mirë edhe mesazhet me lexu bashkë, hajdeni me neve në pjesën e dytë.